Mirë, ku jemi? Nga një ftuar tek tjetra. Dhe tani do t'i kushtojmë vëmendje pak më shumë çështjes së punësimit në vendin tonë, ku vazhdimisht themi se pak mundësi të punësimit, ndonë se viteve të fundit ka pak më shumë mundësi për punësim. Paga minimale tashmë në 500 me gjas, do shkoj edhe mesatarja dhe më e larta edhe, po duket po vjen era pak nëse veç ndodh kështu, që po përparojmë. Por përparimet bën edhe duke kriju mundësi që t'informohesh mjaftueshëm për vende të reja të punës. Kosova Job po e bën mjaft mirë këtë punë dhe atë me projekte të ndryshme, të cilat në vazhdimsi po vjen duke i sjell më të gatshme për ata të cilët ka nevojë për punë të reja, ndrim të punës, mundësi të reja. E kemi në emision Gili Hoxha, e cila na vjen nga Kosova Job për të na informuar më detajisht me aplikacionin më të fundit, të cilin e ka bërë Kosova Job për punësimin jo vetëm të rinjve, por edhe të tjerëve. Gili, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, kënaqësi me qenë këtë pas mëngjesit me juve këto. Faleminderit shumë. Po ofroni në vazhdimsi mundësi të reja për punësim. Jeni një urë lidhëse nëse mund të themi në mes të individit, kompanisë, institucioneve për krijim dhe qasje më të lehtë të punësimit. Tashmë e keni edhe një platformë të re. Po pra Merita, me që na keni përcjell vazhdimisht edhe në rritjen e Kosova Job, këtë vit kur e festuam 13 vjetorin, ne vendosëm ta sjellim një dhuratë për gjithë ata përdorues, për gjithë ata që me vite i besojnë Kosova Jobit për gjetur punojnë si të dur, por dhe ata që kanë shpresën për gjetë një punë më të mirë, punën e tyre të parë, për ta ndruar punën në Kosova Job. Kështu që ne mundohemi gjithmonë të ecim në vazhdimsi me hapat, me që po shohim se kemi ndryshime të vazhdueshme edhe sa i përket integrimit të inteligjencës artificiale, cilën ne kemi integru edhe në platformën tonë, po tashmë me aplikacionin më të ri, po japim një qasje më të lehtë, tashmë e ke punën tënde në telefon dorës, mundesh, është një mundësi shumë e mirë, pasi që kemi vendos të jetë sikur një social media, sikur social media që ne i përdorim, pse të shpenzojmë shumë kohë në Facebook, Instagram, kur mundemi me hi në Kosova Job që t'i ofron shumë mundësi rreth qoftë edukimit, rreth gjetjes së një pune sa më të mirë, e shpenzon kohën tënde dhe e projekton në një farë mënyrë të ardhmen tënde. Çka e bën kaq të veçantë Kosova Jobin si platformë edhe si aplikacion, është sepse aty e ke një përvojë personalizuar. E krijon profilin tënd, i jep dhanat tua, aty i jepen mundësitë të tregosh shkollimin tënd, aftësitë tua, gjitha përvojat që i ke, dhe pastaj në aplikacion në mënyrë automatike krijohet një CV, sepse ne shpesh kur kemi dashur të aplikojmë ne për trajnime, puna ndryshme, shpesh e lajm krejt mazore për shkak se nuk i kemi një CV siç duhet, edhe kështu ta krijon në mënyrë automatike CV. Po pa ju shkeni kompjuterin, është pikërisht kjo faqe që jeni duke folur apo? Kjo është platforma Kosova Job, por tashmë kemi edhe aplikacionin të cilin mund ta downloadojnë për App Store edhe në Google Play gjithë përdoruesit, është një mënyrë edhe më e avancuar. Gjitha këto shpallë tashmë kalojnë edhe në aplikacion dhe mandej në bazë të atyre dhënave që i ke dhënë, edhe në bazë të përvojës që ti e ke, kur hyn e tregon edhe vendin për nga vjen, të dalin të gjitha shpallët që lidhen me komunën kur ti jeton. Për shembull, nëse dikush ka një eksperiencë në marketing, pastaj dalin po kërkohet diçka e tillë, pastaj del të dalin të gjitha shpallët që lidhen vetëm me marketingun, që e bën një farë ndërlidhje kalkulimi se sa lidhet eksperienca jote me ata që e ofrojnë kompanit. Por në anën tjetër, kur ti dëshiron të aplikojsh për shembull për një kompani marketing manager, edhe e mundesh ta bësh se sa përputhet profili yt me shpallën e punës. Po, çfarë kërkohet? Për shkak se kjo ta ndihmon me lehtësu që ti mos me humb as kohën tënde, as kohën e atyre që dojnë me të punësuar ty. E shë përputhjen me AI, se sa i ke gjasa ti me u pranun këtë pozit, mandej tregon... Çka të mungon, çka ke prioritet? Pastaj aplikacioni tregon edhe kur kompania e ka hap aplikimin tënd. Sepse ne shpesh ka ndodhur kemi aplikuar në një pozit, por nuk kemi marrë përgjigje. Po, asa është qyrtur, as ty apo çka ka ndodhur. Emaila jona, apo si ka ndodhur, e shë edhe kur e ka hap, edhe shë sa persona kanë aplikuar, sa në gjasat tua në krahasim. Do të thonë ke mundësi edhe konkurrencën me pa aty. Edhe konkurrencën, edhe sa përputhet, sepse ndoshta ti e ndron një kompani caktuar të punosh, por për shembull nëse dikush e ndron shembull punoj në radio televizion 21, ka mundësi ta bëj follow kompaninë, dhe të mos i ik asnjë shpallë pune që vjen për radio televizion 21. Kjo i lidh sa më shumë njerëzit edhe me ëndrat e veta dhe me interesat e veta. Po ndoshta ka mundësi e mirë edhe për mos me u mendu shumë keq përdorime. Ku i dim shpeshherë që themi sa vendet kam aplikuar, ku
ka persona me një CV shumë pasur dhe në fund punësohet dikush që ndonjëherë ludon, ndonjëherë dhe është e vërtet që nuk i ka gjasat fare aty. Ndërsa këtu do të thënë ke mundësi me pa dhe konkurrencën dhe e din se çka po ndodh. Edhe sa i ki gjasat edhe nëse sot sapo ke përfunduar studimet, nëse profili nuk përputhet me pozitën që ti e ndron, ti tregon se çfarë është X-i, ku ti çalan në raport me ato kritere që kërkon. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë edhe ne ta përsosim vetveten, të punojmë në ato aftësi dhe ndoshta këtë vit ti nuk përputhesh me atë mundësi pune për ti Por ti dush me punu që me arritë dhe i ndryshon ato aftësi, ato pika tua më të forta, të cilat duhet ti fuqizosh dhe pas një viti ti mundesh më përshtat më mirë me atë mundësi. Për individët kjo një mundësi shumë e mirë për ata që duan të gjejnë vende pune apo të ndrojnë vendin e punës. Po kompanit a kanë benefite, a kanë interes, a mundën edhe kompanit të shpallin kërkesat ndryshme për kuadrot deficitare për shembull që i kanë? Po kompanit madje mund t'i shohin edhe profilet, mund t'i shohin ato profile dhe t'i kontaktojnë vetë punonjësit. E sheh një profil që është interesant dhe që përputhet me çka ti po kërkon, edhe çka kemi bërë është edhe mundësia që kompanitë të kontaktojnë është si një chat mes punëdhënësit edhe punonjësit. E sheh CV-n tënde, i mungon diçka, don diçka, edhe shtesë dhe mund vazhdojnë kontaktin. Është si një network, mund të lidhen aty dhe mund ta vazhdojnë kontaktin. Pra kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për kompanitë që vendosin shpalljet pasi që kanë më të mirët. Ne kemi lansuar dikon në fund të muajit korrekt dhe deri tani kemi 20.000 persona që kanë downloaduar, që kanë shkarkuar aplikacionin. Dhe çka na gëzon më shumë thjesht sepse kemi shumë përdorues të rregull, njerëz që një numër shumë madh që në baza ditore po e përdorin profilin tonë. Siç e dini kemi promovu vazhdimisht jo kemi edhe platformën Akademi Pune që njerëzit munden me eksperua dhe mi marrë këshillat e punësimit, mandej kemi edhe platformën Rroga.com, që është integruar në aplikacion ku mundesh me pa si koleg tu me të njëjtën ekspertizë sa është paga, sa paguan ata. Pra kjo është një mundësi shumë e mirë, mandej i ke edhe mund t'i ruash. Nëse sot shumë shpesh neve na ka interesuar ndonjë pozitë, ndonjë trajnim apo çka do, po shpesh edhe na ka dalë mendjes. Zakonisht si Kosova Job vendosni për shembull pagën e një kompanie që thotë vendosni ju dhe është saktë ajo pagë sepse mund të jetë për afër ndoshta ajo punë sa mund të paguhet. Po ne kur kompanitë vendosin dhe ata zgjedhin që ta publikojnë pagën, natyrisht ne jemi të hapur, ne bile ne e promovojnë këtë transparencën e pagës, pse jo, sepse ajo mund të jetë ndonjëherë edhe stimuluese, sepse shpesh edhe punonjësit e stimulon me publiku pagën për shkak se marrin kandidat më të mirë. Sepse ndonjëherë kur paga nuk, njerëzit mendojnë edhe që nuk ja vlen, por kur e shohin pagën ose qoftë kur është pagë kompetitive. E kandidatët që kërkojnë punë për shkakun që ju shkruajnë juve, e tregojnë dua këtë rrog për shkakun do? Unë ju çeshtin sepse është një rrog ndoshta me shumë zero. Po ne mendojmë që kur vjen te puna e negocimit, ne mundohemi të japim këshilla të duhura, hapa të duhura nëpërmjet artikujve tanë se si ta negocojnë më mirë pagën, po mendoj që marrëveshja mandej i takon e kompanisë me kandidatin, sepse ne nuk i dim kushtet e brendshme të kompanisë dhe ato çfarë kërkon kandidati dhe s'mund të ndërhysh aty, është një kompromis. Pjesa tjetër ju takon atyve. Duhet paguajnë për këtë aplikacion si çfarë mënyre si mund ta marrin aplikacionin? Siç e thash në fillim, ne për 13 vjetore kemi bërë dhuratë, është aplikacion falas, cilin mund ta përdorë çdo kush dhe mund të përfitojnë, nuk ka nevojë të paguajnë asgjë, është si një mundësi me cilën ne mundohemi t'ja u lehtësojmë. Edhe çka është e rëndësishme edhe bëjmë njoftime të vazhdueshme. Nëse ti ke ruajtur një shpallje, ajo vazhdimisht njofton shpalljet që i ke ruajtur, që të mos ik që ta nxash hapin, por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë sepse në kohë reale ti e sheh se çfarë po ofron konkurenca, nëse je në një kompani e sheh pozitat e tjera që po hapen lidhur me rolin tënd. Edhe e sheh ku qëndron ti edhe sa mundësi tjera mundesh me pas nëse qoftë je i kënaqur në vendin e punës. Po sa janë transparente kompanitë, po e flas, natyrisht edhe aplikuesit. A ka raste kur, domethënë në bazë atyre çfarë ata i publikojnë, qoftë edhe vetë kandidatët të cilët aplikojnë, në realitet nuk ndodh ajo, ndodh krejt diçka tjetër. A keni eksperjenca të tilla dhe a mbani ndonjë farë bare, nëse mund të them në mes të kësaj lidhje, sepse në një farë mënyrë ju jeni një urlidhse. Ne mundohemi vazhdimisht, ne nuk mund të ndërhyjmë nëse ato, ne mendojmë që pasojat e një informacioni të rënd qoftë nga kompania, qoftë nga kandidati, i pagun vetë kompania dhe vetë kandidati, sepse nëse ne mundohemi vazhdimisht
t'i verifikojmë, mundohemi të kemi kompani që janë të rregullta, që funksionojnë në bazë të ligjeve të Kosovës, mendoj që kjo është hapi i duhur. Mandej pjesa tjetër ju takon kompanive dhe ju takon atyre. Por ne stimulojmë vazhdimisht edhe me këshillat tona, me sesionet që i bëjmë, që t'jeni sa më real. Sepse nëse ne shohim ku i kemi pikat e tona dobta, e kemi një CV e cila nuk është mjaft të fort, ne do të punojmë në ato pika që ti përforcojmë dhe ti bëjmë më të mira. Ne mendojmë këtë mes japim këshilla dhe mundohemi vazhdimisht ti vëdësojmë, po nëse e bëjnë të kundërtën, pasuajt i paguajnë ata vetë. Po pra. Mirë, kjo po funksionon mirë, po gjen aplikim të mirë, sa merrni falënderime dhe përgëzime për një punë të tillë, sa ju ndihmoni posaçërisht kandidatëve, individëve të përgjetur një punë apo për të ndruar një punë, në qoftë se veç janë pak kënaqur me punën që po e bëjnë. Po falënderimet janë vazhdimisht edhe ne e shohim edhe në faqet që kemi, vazhdimisht kemi falënderime, vazhdimisht kemi kërkesa, edhe njerëzit mendoj që kur vinë te ne kanë atë shpresën e fundit dhe nuk dalin kur pa e fuqizu veten, pa e bën një përvojë më tepër, pa e gjetë një mundësi që atyre ju duhet. Pikërisht përmes kësaj përvojës personalizuar që tregon ku qëndron ti në tregun tonë, edhe këshillat që i japin, edhe aplikacione tjera të integruara, ne mendojmë që është mënyra më e mirë që ne e fuqizojmë një kandidat. Edhe i tregojmë hapa të duhur se si ata të arrijnë të një marrëveshje sa më e mirë, të një profili tyre sa më i mirë, dhe mundohemi gjithmonë t'ju dërgojmë ato shpallje që përputhen me interesat që ata i kanë, me eksperiencën që ata kanë. Ne mundohemi se kushdo që ka adresë Kosova Gjobin, qoftë ku na kontakton neve direkt, qoftë nëpërmjet ndërmjetësimit, qoftë nëpërmjet shpallëve të punës, ne mundohemi ta bëjmë më të mirën që ata të kenë një eksperiencë sa më të mirë dhe të mos i lëshojmë një farë mënyrë duar thot, qoftë të rriten ata, qoftë jo tregojmë hapa të duhur, ku i kanë ngecjet, apo edhe thjesht shpesh ka edhe intershipe. Sa i përfillin këshillat e cilat i marrin nga ju si kompani? Ne mendojmë që Kosova Job tash 13 vite ka krijuar një profil të mirë dhe një kredibilitet mjaft të mirë edhe te kompanitë, edhe te punonjësit, edhe mendoj që na kemi bërë një progres shumë të madh. Ne siç e dini kemi edhe një summit për burimin, për fushën e burimeve njerëzore, ku vazhdimisht i kemi mbledh mbi 800 pjesëmarrës, të cilët kanë pas mundësi të dëgjojnë provoja ndryshme nga kompani si Google, Meta, Booking, kompanitë që e kanë zhvilluar fushën e HR-it shumë më herët se ne, edhe mundën me marrë këshilla praktike. Ne mundohemi jo veç nëpërmjet aplikacionit, nëpërmjet platformës, po zgjerojmë rrjetin ton, mundësi të shumta në mënyrë që ta kemi një treg sa më të vetëdijshëm edhe për vlerën e punonjësit, por edhe punonjësit jenë sa më të përgatitur edhe të konkurrojnë edhe me vetveten. Po, kjo është aplikacioni i fundit që ka bërë Kosova Job. Mirë, po në vazhdimsi ju keni risi dhe sillni diçka që është në interes të atyre që kërkojnë punë të re, por edhe të kompanive gjithashtu që janë në vendin tonë. Cili është hapi tjetër që po e përgatit Kosova Job, nëse veç po, natyrisht, fillimisht që ka mund të më thënë për aplikacionin Kosova Job është që kjo që ka tregova nuk është e tëra, pasi që aplikacioni do të shkoj duke u përmirësuar, do të ketë hala më shumë risi, hala më shumë ndihmës për gjithë ata që kërkojnë punë, qoftë me udhëzime, qoftë me mundësi që troket mundësia në dorën tënde dhe pranë telefon me notifikacione, por ne po përgatitemi në anën tjetër edhe për edicionin e 4 të summitit të burimeve njerëzore, cilin do ta mbajmë vitin tjetër dhe tashme veç po mundohemi të marrim emra sa më të mirë, edhe natyrisht edhe të ngjallim interesimin e kompanive, edhe studentave që të vinë të mësojnë nga përvoja e HR-it, e përfaqësuesve të fushës së burimeve njerëzore nga kompanitë ndryshme botërore, edhe në kompanitë vendore, që edhe t'i lidhim këta të bëjnë marrëveshje të reja, ta gjejnë punonjësin e tyre të duhur, edhe ta bëjmë një farë rrjedhëzimi, sepse merita sot në kohën ku ne kemi një armik si që është inteligjenca artificiale, dhe për shkak se edhe punët tona po ndryshojnë, edhe shpallët e punës po ndryshojnë, është shumë e rëndësishme që na
t'i ndjekim hapat e duhur, ta bëjmë një rrjedhim sepse sot sa më shumë njerëz që një, aq më shumë vlen. Edhe ne pikërisht këtë përpiqemi t'i rrjedhojmë, t'i lidhim njerëzit me kompani, t'i lidhim kompanitë me njëra tjetrën dhe ta bëjmë një fushë të networkit nëpërmjet profesionistëve. Si kompani jeni shumë si staf, çfarë numri keni për shkakun? Sepse kam një pyetje tjetër më pas që më lind automatikisht të pyes se kërkom dikush të punojë te ju? Vazhdimisht kur ne shkojmë në panajire të punës dhe të praktikës, kur vinë njerëzit, përveç që vinë na pyesin për shpalljet e punës, s'ka interesant. Pyetja e tyre kryesore është neve na pëlqen shumë jo si kompani dhe a keni ju ndaj shpallje të re të punës. A keni shpesh shpallje ka nevojë për sepse ju po rriteni si kompani me produkte shumë të cilat ofroni, keni nevojë për rekrutim? Ne tani më t'i përgjigjem pyetjes, jemi mbi 15 staf që operojmë në zyrën e Kosova Gjap këtu në Prishtinë, po vazhdimisht kemi edhe njerëz që punojnë nga jashtë për ne që ne i angazhojmë, sepse ne besojmë në fuqinë e profesionistëve dhe mundohemi edhe punonjësit që i kemi të mos e shtim në një paku t'i bëjnë shumë punë, t'i ngarkojmë, po e kemi synimin që secili të shkëlqejë në fushën e tyre. Kemi staf i cili ka një qëndrueshmëri në kompaninë tonë, pasi që qëndrojnë shumë gjatë dhe ju pëlqen fryma dhe rritja që ne e ofrojmë vazhdimisht. Kur ne rritemi, rritet edhe stafi, sepse ne gjithmonë kemi edhe pozitë të re për ata, t'i rrisim, ne synojmë të mos e lajmë asnjë punonjës në nivelin e njëjtë që kur hen edhe kur del edhe ne shpresojmë të mos dalin, po edhe kur e arrin një cakt mundohemi t'i rrisim vazhdimisht, ta bëjnë më të mirën edhe të krijojmë profesionist, por në anën tjetër edhe kurdo që kemi mundësi të reja, shpallje të reja. Pagesa është shumë e mirë. Është e hapur? Nuk është e hapur, por pagesa është shumë e mirë. Zakonisht jemi shumë konkurrues, Maxi apo aplikon çush është jemi përtej konkurrencës. Jemi përtej konkurrencës, kështu që zakonisht ofertat janë shumë të mira për ata që bashkë. Mos na nxet. Ju jeni profesionist shumë mirë. Po ata po themi mos na nxet. Nuk i di. Na ecë reklama dhe neve. Mirë, Gili, sukses atëherë tutje me Kosova Job, një mundësi e mirë dhe njerë po e themi për të gjithë ata të cilët kërkojnë punë në Kosovë, ka mundësi punësimi, ka mundësi të punohet edhe me prezencë, edhe nga shtëpia, mundësi të mira, paga e mirë, thot Gili, kështu që shfletoni, hulumtoni në Kosova Job. 13 vjeç këtë aplikacion, kur të kaloni 18 vjetorin, keni menduar në një aplikacion të çfarë do? Në vjetorin nuk ta kanë vazhdimisht aplikacionin. Vazhdimisht. Aplikacioni veç do ta përsosë vetën, edhe ne mundohemi të ecim një hap me trendin, një hap me gjithçka, sepse kështu ja krijojmë një përvojë sa më të mirë gjithë atyre që kanë shpresën te ne dhe gjithë atyre që kërkojnë kandidatën më të mirë. Se mos na duhet në ato për vjetor të ftojmë ndonjë robot në program, jo. Si dihet. Afër asaj jemi. Suksese tutje, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.